Skaut nga 4 vendet e Evropës, përfshirë dhe Shqipërinë, zhvilluan një vizitë në Kalan Rozafa në kuadër të projektit Nexus. Së bashku me skautistët të vegjël shkodran, vizituan ambientet e Kalas Rozafa, duke mësuar rreth historisë së saj, por dhe duke shkëmbyer eksperjenca me miqt skautist. Drejtuesi dhe dorë Kastrat Faci tregon detaje rreth këtij eventi. Kena 33 që kanë ardhur, qoftë nga Armenia, Moldavia, Romania, por edhe nga Tropoja, si dhe nga Shkodra. Mësojmë rreth historisë së Kalas, historisë së Shqipërisë, historisë së Shkodrës, natyrës së saj. Dje për 2 ditë dhe pardje kemi organizuar disa lojra olimpike, disa aktivitete leadershipi, disa aktivitete në natyrë. Është hera parë që vim Shkodër, janë gjithë kënaqur, edhe ne jena shumë kënaqur me programin Nexus dhe shpresojmë që kjo iniciativë të vazhdojë në të ardhmen. Miqt skautist tregojnë përshtypjet për këtë vizitë në Shkodër. Jemi këtu me një program për skautët që quhet Nexus, që ka për qëllim rritjen e qytetarisë, përfshirje në komunitet, rritjen e ndjeshmërisë ndaj natyrës tek të rinjt. Zhvillohet në 21 vendet e Evropës, ndërsa sot kemi Moldavinë, Armeninë, Romaninë dhe Shqipërinë. Më pëlqen shumë këtu dhe Shqipëria është shumë e bukur. Më duhet ta them se keni një vend shumë të bukur, Kështjella gjithashtu, me male të bukura dhe mbi të gjitha me njerëz të bukur. Është hera e parë në Shqipëri. Ishim në Tarabosh. Mali ishte shumë i bukur dhe një eksperiencë e parë për mua, sepse në Moldavi nuk kemi male. Nexusi është një program për të rinj që synon të zhvillojë leadershipin e të rinjve të moshës 11 deri në 15 vjeç, duke ia aftësuar ata për të organizuar dhe menaxhuar aktivitete. Ky program përdor natyrën për realizimin e aktiviteteve dhe krijon lidhje të pjesëmarrësve me të. Jemi në Kalan e Rozafes me skautista, duke mësuar dhe të kalas së Rozafes, historisë së Rozafes. Sot po ja kalojmë shumë bukur.